Në Kanada si arrite? Pse shkove në Kanada? Kanada, do më thënë, ka qenë, Amerika, Kanada kanë qenë ëndra tona që në atë kohë, po, duke pasur dhe njerëzit tanë këtej, po, duke mos e arritur në atë kohë, e arritëm qik më bone ke pasur. Ke familjen, më thënë, e more prindrit në Kanada kur i ka, apo jo? Jo, prindrit ka vjetur të dy. Diqën vonë? Apo? Mama jam ka për shpejt. Shpejt. Babaj? Do me thënë, ato vit që jam aratisur. Që atëre vdish mamaja? Po. Ishte smur? Du smur me kancer. Babaj? Babaj në 2004. 2005 nuk ka martu. Në 2005 në erdhe në shkove në Kanada, po. Aty e martuar? Bashkëtes. Bashkëtes. Me ruse, po. Po, foli, pa problem. Vazhdo foli, nuk ka problem. Janë qenusha dhe mi. A ke qenusha, po na i tregojnë qik. Rej, kam tu papa. Mund ta marrë telefonit vetë atje, po se di. Shko, mere. Rej, Dea. Rej, kam tu papa. Foli qik të tarudinës. Ja, sta i lezeqëm. Qa të bukur, i paske shumë të bukur. Ata janë krenaria jonë këtu, krenaria. Krenaria, gosë dhe qunë paske, e? Gosë dhe qunë. Qa qevi. Është shoqja Dea, është antare e Komitetit Qendror të Grave të Shqipërisë, edhe Çoku Rej, komandanti i Institutit Gueril Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Dëgjo, po bashortja është shqiptare the, apo? Ruse. Është ruse. Shi. Po, që ke i përshirë dhe në këto punë të luftës tani, do me thënë? Paka shumë. Paka shumë, do në keni probleme, zjeni me nusën? Për punë të luftës, apo nuk është shqetësojët, është ruse në Kanada, jo, nuk meret me luftën? Tani ajo shqetësojët, po që ti them, pse shqetësojsh? Tama, qa ti thuash? Unë kam vlanë tim ati edhe si them dot. Ku e ke? Në Rusi, në San Peterburg. Oh, e ke vlajnë në San Peterburg? Po. Qa thot vlaj? është momenti keq shumë? Vlaj Terezia dje, punon, shet, blen. Qa, me se merret vlaj me biznes? Biznes. është vlla tamam, vlla gjaku, apo e quan vlla, se kuptova? Jo, vlla gjaku, me baba. Mendova se më the kam vetëm ishte fëmijë vetëm, më kryuar ja, se babai ka qenë në akademi në Rusi dhe ka qenë martuar me ruse. Ti pas ke histori, tani fillon gjysma tjetër e historisë. Po babai e la nusën atje edhe vllajën e la. Ja, në atë kohë vllai ka qenë 1 vjeç, nusja ka qenë, domethënë mamaja e djalit ka qenë gocë vetme në familje. Edhe kur u prishën marrëdhënie, domethënë ata diskutuan midis njëri tjetrit si do ja bëjmë kësaj, me që ajo ishte gocë vetme, e lan domethënë që mase këto prishja e marrëdhënieve do vazhdonte 1 vit ose 2 vjet dhe ata do kishin mundësi të bashkoheshin prapë, kështu që nuk u bashkuan fare. Kur e takove vllajën ti për herë të parë? Nga 90-të saj. Mbas 90-s. Në këto rrugët e tua në kërkim të identitetit, gjet edhe vllajën. Jo, aty do me thënë një miku i babait, do me thënë që kishte qëndruar atje, që kishin qenë bashk aty në akademi, kanë qenë komshi me, do me thënë me... Bashortën e babait. Bashortën e babait, edhe ata i kanë kërkuar, do me thënë që po vajte në Shqipëri ma qikë. Do me thënë dhe babai e takoj, ishte gjallë, e takoj djalin e ti. Po. Sa mirë, kështu që dhe ti pastaj vazhdove me rusë, si babai dhe ti? Jo me një, unë jam... I duhe shumë ata. A ke shumë ruse? Kam pasur, shqyqër zoti. Sa ke pasur? Po, të them shifrën unë do vëshduar kokti, po nejse. Ska gjë, ne mua bet po bëj. Pa lese, ne jemi në televizion tani të duket si... Vetëm me ruse i e përzirë me shqiptare, jo? Jo, vetëm me ruse. Po mirë, nuk di shqip besoj gruaja, bashkëtusja, nuk po të dëgjon partnerja tani. Tani edhe digjon, po nuk thot gjë, që do thot. Ke problem tani në aeroport, se ti punon në siguri në aeroport. Ke probleme që ke... Se është ko lufte, normalisht. Nuk ka problem fare, Kanada e s'ngatruhet me të që. S'ka probleme, nuk përzien që pse ke bashortën ruse, kështu gjërash, nuk ka kështu.
Ku këtu? Pa. Po jo, do t'ishtë. As nuk shkohet në përmend kjo gjë. Shkohet. Shkohet akoma, se si dihet si vazhdojnë. Jo, nuk ka shumë. Edhe ajo është lojë e tyre, mos kujto se është luftë e vërtet. Nuk është e vërtet lufta, lojë kujt? Po të gjitha paletme, pa. Bëjnë të gjithë lojë. Vajtëm 8 miliardë në tani, duhet në paksuar njerëzit. Fëmijë ke? Jo, nuk kam. Nuk e fëmijë. Jo. Ka qenë zgjedhja jote të mos kishe fëmijë? Po s'është akoma vonë. E vërtet. Ndërkohë gjithë dashurinë e kanë qenusha tani. Qenushat janë qatë temën ty. Nga 2 kofsha pule në ditë dhe në rregull janë ata. I dhën ke dhe mish, ë? Nuk i jep kështu vetëm kokër aty? Nuk kanë gjë tjetër ata, vetëm mish, oriz, brokoli, karota. A si lu ata? Lart, pse dohet ta jep këtë intervistë? Po thjesht, duke parë edhe miqtë e tjerë, do më thënë që kërë shumë, më kujtuan këto ngjarje ke parasysh edhe, që populli duhet ta di të paktën sa kemi vuajtur edhe po vuajmë akoma, e kupton, po duhet të thoshja gjithë shqiptarëve që të paktën me fëmijë dhe me gra mos ta marrin atë rrugë. Është krimi më i madh, e kupton. Ne i kemi provuar, i kemi mbushur fundet e deteve me trupat tanë, po. Pse të vazhdojmë akoma, është 2022, është krimi më i madh, e kupton. Nuk duhet vazhduar kjo. Pavarësisht, unë e di gjendjen thjesht në Shqipëri, po. Më mirë buke thatë aty, u pa puna, kur thonë, po s'kalove dot, po edhe që të përfundosh në fund të La Manshit është. Qa them.